Jared Kushner dhe shoqja e tij Ivanka Trump kanë ardhur disa herë në Shqipëri gjatë viteve të fundit. Madje kanë zhvilluar ture të gjata qëndrimi dhe takimesh, por asnjëherë nuk ka patur reflektor mediatik ndaj këtyre dy vipave të fuqishëm të botës. Gjithçka është mësuar më vonë kur Kushner ose Ivanka Trump kanë postuar foto apo shënime në rrjetet sociale, ose kur të autorizuara nga palët, disa media të mëdha kanë publikuar pamje nga këto ture, por sot, çuditërisht, kamerat e mediave në Vlorë ishin njoftuar paraprakisht. Madje ishte vendosur edhe një pikë fikse xhirimi për të kapur pamjet e një eskorte pompoze dhe luksoze që hyri në një hotel të ri në zonën e ujit të ftohtë, i cili është pronë e një personazhi të njohur politik në vend, dikur edhe deputet i parlamentit, jo nga krahu i mazhorancës aktuale socialiste. Nga pamjet e transmetuara, nuk u vure askush konkret në kolonën e gjatë të furistradave të zeza, të reja, si edhe në furgonët po ashtu të rinj, të gjithë me xhama të zinj. Mediave u është komunikuar nga autoritetet qeveritare se në Vlorë ka mbërritur Jared Kushner me bashkëshorten e tij dhe se do të zhvillojë takime me arkitekt të një studioje projektuese, vetëm kaq. Nga pamjet e shpërndara, kuptoi se suita e personazheve që u futën në hotelin luksos të Vlorës ishte më e madhe se sa vetëm çifti i lidhur me shtëpinë e bardhë. U vure gjithashtu se në autokolon nuk ishte asnjë automjet me targa diplomatike, çka nënkupton se lëvizja nuk u mbulua nga stafi i sigurisë ambasadës amerikane në Tiranë. Ambasada disponon mjete dhe personel të gjerë sigurie, të trajnuar dhe të pajisur në nivel më të lartë se sa Garda e Republikës apo autoritetet shqiptare të sigurisë. Kjo nuk përjashton mundësinë e ekzistencës së një grupi sigurie ka shërbimi sekret amerikan, i cili ka detyrë shtetërore ruajtjen fizike të familjarëve të presidentit të Shteteve të Bashkuara. Megjithatë, logjika sugjeron se furgonët e zinj nuk mbanin personel sigurie, i cili mund të ndodhej në furistradat e zeza që paraprinin dhe ndiqnin automjetin VIP. Hipoteza se furgonët transportonin ekspert të studios arkitekturore nuk duket bindse, pasi zakonisht lëvizjet e tyre janë të pavarura nga personazhet VIP që udhtojnë me sigurinë e tyre. Ndërkohë udhtimi nga Washingtoni apo nga Alpet e Zvicrës deri në Vlorë për të takuar disa arkitekt nuk duket racional. Një takim i tillë mund të zhvillohej në Washington ose në ndonjë kryeqytet evropian, pa qenë e nevojshme një lëvizje në qytetin jugor shqiptar. Lokacioni për një konsultim të tillë nuk krijon shumë sens, sidomos kur bëhet fjalë për një person të angazhuar në çështje madhore, që nga negociatat me Moskën deri te përpjekjet për krijimin e një strukture të re ndërkombëtare të lidhur me Donald Trump. Ajo që duket më e besueshme është se ardhja në Vlorë e Kushner pikërisht sot ka një arsye tjetër, e cila po mbahet e fshehtë, duke u mbuluar me narrativën e takimeve me arkitekt. Ekziston mundësia që personat e paraqitur si arkitekt të jenë në fakt zyrtar të rëndësishëm, shërbimesh apo negociator, të përfshirë në proceset e fundit që po zhvillon Donald Trump lidhur me krijimin e një rendi të ri botror. Por pse në Vlorë, kur këto takime mund të zhvilloheshin në Washington, në lindjen e mesme, apo edhe në Davos, ku ndodhet delegacioni i madh amerikan? Pikërisht këtu duket se qëndron misteri. Një ditë më parë, ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov deklaroi se në bisedimet e paqes me amerikanët duhet të përfshihet edhe Ballkani, një deklaratë që nuk ishte as rastësore dhe as e papritur për palët, të cilat sipas të gjitha gjasave ndodhen në koordinim të plotë dhe po përgatisin skenar të kësaj loje të madhe gjeopolitike. Sipas kësaj logjike, takimet të tilla mund të jenë duke u zhvilluar në Shqipëri, nën kujdestarinë e Edi Ramës, i cili përmes përqendrimit të pushtetit garanton zhvillimin e tyre pa ndërhyrje. Mësohet se Edi Rama do të organizojë një darkë për miq të ardhur përpara se të udhtojë drejt Davosit, ku synon të realizojë edhe një takim, qoftë edhe inkognito, me Donald Trump. Qarkullojnë zëra se Rama ka negociuar një udhtim drejt Davosit, ta kryej me avionin që ka sjell Kushnerin dhe Ivankën në Vlorë, cili dyshohet se është një mjet i qeverisë së SBA. Nuk ka konfirmim për këtë. Janë thjesht zëra të shpërndar nga propaganda e Edi Ramës për të shfrytzuar politikisht ardhjen e vajzës dhe dhëndrit të Trump dhe njëkohësisht për të mbuluar arsyen reale të këtij takimi misterioz.